Përshëndetje të gjithëve. Ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesor Ali Tonuzin, kirurg i retinës, mjek në qendrën spitalore Nën Tereza, profesor në Universitetin e Mjekësisë dhe drejtues i departamentit të ORL okulistikës pranë Universitetit Mjekësisë Tiranë. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Përshëndetje, faleminderit që më ftuat. Profesor, në fakt, në fushën tuaj, në këtë emision, ju jeni i pari mjek që unë kam ftuar dhe kam kënaqësitë veçantë për diskutuar një pjesë të rëndësishme, një shërbim të rëndësishëm për rastet klinike, për punën tuaj dhe për mënyrën se si ka vijuar karriera juaj deri më sot. Kështu që mezi presim të ndajmë me qytetarët në pjesë nga eksperjenca juaj. Faleminderit shumë, kënaqësi për ftesën, që më jepni mundësinë që të shprehem për gjithë të përvoj në marrëdhënie me pacientët, kolegët, specializantët, studentët, që është një përvojë shumë e gjatë, e lodhshme, por shumë rezultative në fund. Dhe kjo është ajo kënaqësia që ndjej dhe paqja që kam me vetë. Sa vite karrierë, profesor? Unë në 96 kam marrë specializimin e oftalmologjisë dhe që nga 96 ai këthe unë kam punuar 7 vjet në kirurg i oftalmologjisë në Spitalin e Peshkopis, një spital goxha i madh, duke bërë gjithë llojet e ndërhyrjeve që u bënin në atë kohë, që edhe sot bëhen në qesuta, që nga segmenti anterior, me heqjen e kataraktit, implantimin e lenteve për herë të parë në Peshkopi, kirurgji me mikroskop operator, që e kam fut vetë personalisht në Spitalin Civil të Peshkopis. Kemi bërë dakocistolinestomit eksterne, i vetëm, kemi bërë ektropion, jam marrë shumë dhe me pacientët e vegjël, egzotropit, ezotropit, deviacionet. Edhe korrigjimin e të metodit të refraksionit dhe operacionet për korrigjimin e devijimit, shërmimit syve. Jam i pari që kam mbaruar doktoraturën në oftalmologji që nga Peshkopia, pa ardhur Tiranë. Dhe jam i pari me doktoraturë mas brezit vjetë, me mbaruar me Universitetin e Tiranës që ishte në atë kohë. Pa u bërë akoma Universitetin. Pa u ndarë. E një temë shumë e lodhshme, e vështirë, por ja vleti sepse gjithë ajo punë që shkonim fshat në fshat, te klasat e para, të çdo fshati, të komunave, të çerdhet, dhe u bë një depistim real. Dhe mbi bazën e këtij depistimi real, me një sistem amerikan, të cilën e kanë përballuar vetë ekonomikisht, arritëm që të gjejmë për herë të parë prevalencën e defekteve të fraksionit në zonën e Dibrës të fëmijët parashkollor dhe shkollor, nga mosha 3 deri në 9 vjeç. Dhe mbi bazën e këtij studimi janë bërë shumë studime të tjera në Shkodër, në Vlorë, nga mjek të tjerë, në Tetov, në Prishtinë dhe me gjerë, në Korçë. Dhe besoj që në atë kohë ka qenë impenjim real, jo impenjimet e sotme, impenjim me punë direkte, me nxjerrjen e rasteve në mënyrë direkte tek fëmijët apo tek mënyra se si e keni ndërtuar temën tuaj. Atëherë s'ka pas GPT, chat GPT, dhe ne u maj mend që ulsha nga ora 2 deri në 10 darkës duke bërë dhe punimin statistikor, edhe të cilën të gjithë punimin vetë. Ishte shumë e vështirë. Profesor, shumë real. Ndërkohë që ju flisnin, pyetja ime e parë që më vjen në mendje është si ka nisur rrugtimi juaj. Pra si keni zgjedhur të jeni mjek së pari dhe pastaj specialiteti për të hyrë në fushën e gjerë të okulistikës? Është në kohën tonë ka qenë ndryshe nga tani që mund të zgjedhësh. Ne nuk kishim mundësi zgjedhje. Unë kam mbaruar gjimnazin nga fshati vija 1 orë në këmbë, ditë për ditë. Shkoja dhe vija në Shim, Balt, në Borë. Dhe kur mbaruam gjimnazin, nuk pretendonin të bënim në gjë të madhe, por dolën mesatare shumë të mirë dhe reale. Kuptohet, ishte i një punëtori dhe një kooperativisti. Dhe arrita dhe kërkova që të shkoj në studimet e larta në inxhinieri elektronike, mekanike dhe juridike. Por në fakt në asnjëra nuk më dërguan. Dhe 2 vite verës unë kam punuar gjithë jetën për të mbledhur lekët për libra dhe veshjet, sepse
ekonomia e shtëpisë ishte shumë e varfër. Ishim 7 fëmijë, ishte fëmia e parafundit. Dhe më mend si tani që kur kthehem nga puna, punë ndërtimi, duke hapur një rrugë që lidh qytetin e Peshkopis me Sllovën, punoj me traktor Sajenjes nga ato traktorët e Bashkimit Sovjetik që ishin atë kohë, dhe unë isha ndihmës. Dhe vinë ndark vonë, i lodhun komplet dhe një komshi aty thotë që urime thotë do bësh doktor. Më kishte dalë për mjekësi, pa digja fare. Edhe kështu filloi rrugtimi, që ka qenë fillimi. Ardha në Tiranë ishte për mua një provojë totalisht ndryshe, sepse ne ishim mësuar në rrethe dhe e kishim shumë të vështirë të vinim në Tiranë në atë kohë. Po flasim gjithmonë për atë kohë. Sot gjërat kanë ndryshuar totalisht edhe megjithatë u ambientova shumë shpejt. Kuptohet konviktor gjithë jetën. Ka qenë një periudhë tepër e vështirë, se ka qenë periudha 85-92 kur hanim mish, siç thotë një fshatar joni baram për baram. Do të thotë që mundësitë ekonomike ka qenë jashtëzakonisht të pakta. Ne nuk kishim lek për lata. Edhe unë kisha një gjysmë burse, rreth 1500 lekë vjetra. Në atë kohë ishin. Mund ta shtyja gjysmën e muajit, por gjithmonë kemi qenë të rritur. Të rritur edhe për ushqim, edhe për ngrohje. Në 6 vet me një dhomë, dhe i kujtoj si tash mjekët që aktualisht janë mjek, me 2 batanie të këqija, të palara, të lodhshme, dhe pa ngrohje në dhomë. Te konvikti numër 2. Një problem shumë madhor. Dhe në shumë raste, në shumë net ne ishim të pangopur, flenin të pangopur, ushqim. Kjo ka qenë fakt real. Dhe ta imagjinosh sot për shkakun me atë kohë se si ka ndryshuar gjërat dhe është e kot të flasish fëmijëve, domethënë, dhe se nuk të beson kush. Domethënë, lapi parë që thotë fillove pravat. Dhe në fakt pravat harohen, kurse e vërteta harohet dhe tregohet një lloj gjithmonë. Shumë e vështirë. Në vitin e parë, vitin e dytë të fakultetit të mjekësisë, ne nuk gjenim dot auditorët. Duke shkuar në maternitet, duke shkuar në shkencat, që shkonin për shkencat e tjera. Dhe nuk e kishim menje për mesatare gjëra. Por i kishim vënë qëllim vetes që duhet mësuar, vetëm duhet mësuar. Sot është e çuditshme që ne, duke qenë mosha adoleshencës, ne merrim libra dhe i futshim poshtë këmishës, kështu që ti mos dukmi që na thon tjerët për shkollë dhe ku të gjenim në sallë për të lexuar. Edhe lexonin gjithë natën, në të ftoftë dhe të pangopur. Do thotë që në qoftë se një ushtar ishte shumë i varfër në atë kohë, ushtarët e regjimit të kaluar, ne ishim 10 herë më të varfër, sepse ushtari shkonte ndarkë dhe hante një pilaf, një grosh, një fasule. Kurse ne shkoshim në konvikt dhe s'kishim asnjë gjë. Shtresa më e Po më pas profesor si vijoi specialiteti, pse në përfundim të studimeve tuaja si zgjodhët të jeni okulist? Masi mbaruam këtë fakultetin, unë emërova mjek në një zonë shumë të madhe, Muhur, që quhet me 7 fshatra, edhe aty punova për një vit. Në vitin e 5 të fakultetit, si gjithë studentët, u isha ndërma aktivet, u përfshiva shumë në lëvizje demokratike. Isha pothuajse i pranishëm për natë në mitingje dhe demonstratë që shkonim në. Po. Bile unë duke qenë larg, kur shkonim që studentë, kur u kthenim natën vonë, rrezikshmëria ishte shumë e lartë. Absolutisht. Kishte dalë shkolla e bashkuar me oficerët, me ushtarë në patrullim, më mend një natë ka qenë shumë e frikshme. Po shiqoj zotit, unë rrugtime ato ikin në anë tjetër edhe po ishte shumë e frikshme. Dhe në atë kohë bën gjithë me Partinë Demokratike se s'kishte tjetër. Po. Edhe unë po ashtu, por jo aktiv. Gjithmonë jam marrë me punën e mjekut. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme për mua dhe jam i lumtur sot që zgjova këtë. Nuk u hyn në politikë, pavarësisht shumë ftesave nga të gjitha anët. Edhe për popularitetin dhe emrin që kishte. Si gjithmonë futem dokumentat për të shkuar në specializim dhe ne nuk mund të zgjidhim deg atëherë. Çdo deg u jepte në bazë të nevojave të rrethit. Dhe si gjithmonë morën gjithë specializantët ato u shpërndan, mu më lan pa të. Ndërkohë që kishte specializant, kishte mjek që ishin mesatare shumë të dobët se unë. Akoma ishte regjimi në fuqi. Pavarësisht se sa kishte fituar PD-ja, por këto emrimet e këto ishin akoma në. Dhe unë e kërkova drejtën time, thjesht një specializim. Kam mesatarën, kam këtë dhe kur ja kam paraqit dokumentet ish ministrit e asaj kohe ditë ai s'ka mundësi të kesh të mesatarën në libër, sepse kanë ardhur me mesatare
5.2. Po thash unë ja urdhën e vërtet. Por ai që mos fim personale, por vllai, shefi i shëndetësisë që ishte atëherë në atë kohë në Dibër, ishte vllai i nënkretarit PD-s. E kuptoj dhe u ndërlidh pastaj. U ndërlidh pse kishte shku. Megjithatë, Zoti njëherë të ndihmon më shumë se po të ngulesh të risku Zotit, hapet një rrugë që e hoqën atë dhe më futën mua. Që në atë kohë një qëllim kisha bënë vetes, vetëm të bëhem mjek i Zotit dhe i ditur, që të paktën mos turprohem me pacientët. Pata shumë fat pas specializim, sepse shefi i oftalmologjisë ishte profesor Suleman Shukli, i cili ishte edhe nga zona jonë. Edhe nuk ju ndava, profesor Sulemanit, profesor Gjigji Cepës, dhe punova shumë fort. Më thonë për mu s'kishte rëndësi koha sa punoja. Unë nga mëngjesi deri në orën 4-5 pasditë unë isha gjithmonë asistent në operacion. Gjithmonë roje. Mund të jem kampion për mjek roje gjatë specializimit. Unë them kampion, mund të jetë një muj roje, pa shku fare në shtëpi. Kishte 2 qëllime, dhe të fitoja nej ushqim pa lekë sa hanim në mens, edhe kurseja lekët të mia. Dhe ishte shumë e rëndësishme. Në momente shumë të vështira. Shumë të vështira kanë qenë. Është reale shumë të vështira. Mund të të pyes tashmë një tjetër këndvështrim, a e mban mend rastin e parë që ke prekur vetë si specializant, ku të është dashur që ti jesh primar le ta themi për ta zgjidhur në sensin e problemit që ka pasur. E kujton rastin e parë? Unë, siç thash, kam bërë shumë mjekëroje dhe ne i bënim në vend primarëve. Por rastet janë pafundme në perforacionet korneosklerale, traumat e syve. Por rasti i parë i planifikuar ka qenë në vit 2 në specializim në peshkopi. Isha në Tiranë dhe isha me le dhe ishte njëri imi që kishte kanalin e lotit bllokuar, rrugët lakrimale bllokuar. Dhe unë e shtroj, kisha bërë në Tiranë, e shtroj dhe për operacion. Tashi, problemi është që ne përveç luftës me vetën, kemi edhe luftën me kolegët. Dhe i thonë të gjithë që ju do të bëjë operacion, ke një mjek i ri që s'ka bërë asnjë operacion. E kishin tre më shumë të shkretin, sa mu kishin fsheh kartelën dhe këto gjithë. Nëse unë këmbula pak, se jemi pak të vendit, edhe u bë operacion dhe shkoj shumë mirë. Akoma qeshin dhe ato tash me këtë. Dhe koncesionisë mia eksterne ka qenë në peshkopi. Pa dhe kam bërë pafund pastaj në peshkopi. Qa moshe ka pas? Pacienti më qenë 65 vjeç. 65 vjeç. Unë mund të kem qenë sa i bi 22 vjeç, 23 vjeç, edhe 2 vjeç, 25 vjeç. Në fillimet e tua, absolutisht. Doktor, në rastet, ju më thatë diçka për pjesën e shërbimit të roje. Më thanë që rojet kanë qenë të panumërta. Besoj që ndajmë të njëjtin opinion që në shërbimin një roje bën mjekun edhe një shërbim roje përballesh me të gjithë llojet e rasteve. A mund të kujtosh në karrierën tuaj kaq gjatë ndonjë roje ku keni patur raste vërtet vështira për të marrë dhe që mund ta ndash me ne çfarë ka ndodhur konkretisht? Rastet janë panumërta, tash edhe është kohë e gjatë që të më mendur që në atë kohë. Edhe në këtë periudhë, domethënë edhe në periudhën e post asaj kohe, pra një roje në tërësi në karrierën tuaj. Po rojet më të vështira janë kur vijnë fëmijët të djegur me gëlqere. Ishte një lojë atëherë që fëmijët futshin gëlqere në shishe Coca-Cola, i pashuar, i futshin ujë edhe i plashin. Ka qenë një djalë nga Shiaku, Nardi e quajnë atë. Dhe ai vjen në dy syt djegur në shkallë të rëndë, gëlqere dhe sot është i verbër, për fat keq, sepse vjen me shumë vonesë. Dhe djegja krijon djegjet nga bazat, krijojnë ishemi konjunktivale. Po dihet që xhami i sionit kornea ushqehet nga konjunktiva. Ju bë në fakt mjekimi i plot, u bë peritomi totale me fiziologjik, me lavash 24 orë me pika, me mjekime me gjëra, por rasti ishte shumë fatkeq. Aktualisht ai nuk ka lënë vend botës pa shkuar dhe është i verbër. Një pakujdesi shumë e vogël. Akoma kam komunikimet. Vjen i verbër, vjen i shoqëruar. Doktor, në raste do kujtoje sot, unë besoj që shumë e rëndësishme dhe ose le të themi shumë sensitive është kjo pjesa me fëmijët. Ju tha diçka për traumat e fëmijët. Cili ka qenë rasti më sensitiv që keni pasur ndonjëherë me fëmijët e vegjël, si mjek, si kirurg, dhe jeni përballur direkt me të? Rastet kanë qenë thash edhe një herë të pafundme, vazhdimisht.
unë u them specializant dhe vazhdimisht. Një mikim, një vëmendje e lehtë kundrejt fëmijëve para mosës 7 vjeç, ti shpëton një fëmijë dhe e bën barabart me moshatarët e vet, sepse sot me dy sy dhe i kemi shumë të vështirë të çajmë një jetë. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që gjithë defektet e refraksionit, nëse kapën shpejt, ti parandalon dembelizmin, ambliopin e njëri sy ose të dy syve. Çfarë do thotë? Me një gjë shumë të vogël, korrigjimi i metodave të refraksionit dhe okluzioni i synit të shëndosh. Dhe kjo bën që një fëmijë ta futish në jetë të ketë pamjen binokulare ose pamjen dy sy, që është pamja e thellësisë. Kurse ti mund të bësh një operacion shumë të vështirë në mosha të mëdha, 74 vjeç, 80 vjeç, edhe përfiton shumë pak një operacion retine, por përfiton një plak i vjetër që është nuk është jo se s'do të përfitoj, por që nuk është për krah punë. Nuk është një gjë si një fëmijë që ka jetën përpara. Dhe ne këtë për fat mirë që nga viti 2002-2003 me depistimin që realizova, pothuajse është bërë pjesë e Ministrisë së Shëndetësisë, pavarësisht se më kanë marrë pa leje atë doktoraturën, e më kërkuan falje pastaj ministri, por nuk ka gjë, kur diçka për mirë, nuk ka pse të. Edhe është bërë gjë e mirë, depistimi. Ai një rast që unë jam shumë i prekur, me thonë, është një javë para se ti keni ndirë për një specializim të kirurgjisë vitretinale, vjen një fëmijë nga Korça, vajzë, 9 vjeç, një sy kishte pas hequr me retinoblastom, edhe vjen në fazat të rënda të synit tjetër, përfshihet të gjithë indëve përreth dhe gjithë syni ishte i mbaruar me dhimbje me gjëra. Dhe pas i konsultës me kolegët me këto, u bë dhe heqja e synit tjetër. Sepse s'kishte mundësi, thjesht për jetë. U bë bashkë me kolegët. Dhe ajo që më shoqëroi gjithë jetën pastaj, është që unë shkoj dhe e shoh në darkë fëmijën. Se i pagjeron një fëmijë të heqë të dy syt. E rëndë, shumë e rëndë. Shumë e rëndë është edhe 9 vjet. Ai ishte shumë i zgjuar si fëmijë. Dhe sa shkej aty thotë, unë dëgjoj që thonte që unë s'kam më sy, më thonë, nuk kam sy më. Po indikacioni ishte absolut sepse ishte për shpëtuar jetën pastaj. Edhe ajo më shoqëroi. Unë ika pastaj për 4-5 ditë mbrapa në Indi dhe më vjen mas një vit e gjysmë mas jeta nga India, vjen gjysha e vet dhe më takon ta më mend, s'më mend. Jo, tash më kujton këtë. Thotë që si është, them unë, ka ndruar jetë. Po si ndroi jetë, u prega sepse mjeku nuk është gur, as robot. Është me shumë ndjenja dhe me shumë raste që e prekin dhe duhet të jetë njerëzor. Nuk hangër, më tha dhe nuk e... Dhimbja ishte shumë e madhe. Dhimbja të mërshme. Rastet janë shumë fatkeqe dhe edhe në moshat të mëdha, retinoblastoma shumë agresive dhe kapja shpejt. Ka dhe gen trashëgues, kapja shpejt mund të bëjë diçka. Mund të bëjë diçka. Në lidhje me këtë, unë jam marrë pak vonë, ishe në Sangalen në Zvicër, edhe kishim për këto retinoblastomat, ka qenë një kontraversiteti në oftalmologji, që flishin dy profesor për të njëjtën temë, për të njëjtën kirurgji, edhe ne votonim si sallë. Ka qenë sallë e përzgjedhur. Më ka qenë një indian nga Pamja, edhe del duke folur ai dhe foli një izraelit përpara dhe foli ky mbrapa dhe gjithë salla nuk po e ndëgjonte këtë. Dhe ky në moment e pa, ishte 58 vjeç, mosha ime sot. Dhe ky do të thotë shif një video si bëjmë ne në Amerikë, retinoblastoma. Një profesor i mirë në Amerikë. Po, njerëzit gjykojnë nganjëherë nga jashtë. Gjithë salla s'ka marrë frym fare dhe kush mund nxirrte në telefon se s'kishin gjithë me kamerën atë kohë, që të mirësin që heqte retinoblastomën pa prishësyne. Ndërkohë që në Francë dhe në Gjermani bëhet me pllak radioaktive kështu gjërash. Ka qenë një rast edhe mbrapa ose takoj edhe jep një libër që ishte një spital i tërë vetëm për retinoblastomën. Një spital i tërë vetëm për retinoblastomën, aq shumë rëndësi i kushtonin. Që shtonin shikimin, shtonin dhe jetën. Po është revolucioni i jashtëzakonshëm ta mendosh sepse njeriu i prishet gjithë cikli i jetës në atë lloj situate, edhe pse indikacioni ju thotë është absolut. Shumë larg. Doktor, ju sigurisht karriera shumë e gjatë, janë 30 vite më tepër. Nëse do të pyesja që të veçoje një rast që ju do ta veçonin nga çdo rasti tjetër, cili do të ishte
Në raport me ndërhyrje, në raport me punë, e bërë me çdo gjë tjetër. Unë jam mësuar të bëj gjithmonë në raste të vështira dhe raste të komplikuara nga mjek të tjerë, nga shumë mjek. Kur flas nga shumë mjek, flas edhe Kosovë, Maqedoni, deri në Preshev, e më tej sepse nuk e di se si vinë, edhe e gjen emrin, edhe e gjen këto, vinë edhe sigurisht janë shumë të numër, shumë raste në numër. Edhe çdo mjek, çdo kirurg që fillon bën operacione, po dhe të vjetër me qenë, edhe me përvojë me qenë, ka komplikacione. Dhe ai që më shqetëson në mua është jo komplikacioni që ndodh. Po mënyra e zgjidhjes së komplikacionit, kjo është shumë e vështirë. Domethënë mjeku nuk mund të bëjë një komplikacion dhe ta fsheh. Në atë moment ti ke marrë në qafë smurin. Do thotë që ndodhi komplikacioni, ti nuk i jaf ta zgjidhësh dhe nuk është turp, po dhe marrësh përdore dhe e drejtohesh aty ku bëhet. Dhe s'mund t'i thush familjarëve që nuk bëhet, tash shkosh në Amerikë, në Mars nuk bëhet. Se do të mendosh mirë. Mjeku nuk është një në rrugë që i thot pacientit çdo gjë. Mjeku do të thot vetëm ato që janë të vërteta dhe aty ku s'din duhet të ndaloj dhe ta çoj. Nuk është turp të pyesësh tjerët. Turp është do bësh me kokën tënde. Nuk ka një mjek që duhet të bëjë gjithçka. Nëse bën gjithçka, unë them specializant në vetëri, ju jeni gjimnazistë, bëni gjithçka keq. Mjeku duhet të nënspecializohet. Rasti i fundit janë shumë raste, po janë dy raste të dy nga Kosova, njëri nga fshati i Kosovës, një nën, të dy syt me katarakt, hipermaturë, dhe njëri sy e kishte bërë në Prishtinë. Por të bësh një rast katarakt hipermaturë, ti të bësh një USG, ultrasonografi, për të parë ka shkolitje, ka hemorragji. Po pavarësisht kësaj ti mund të kesh një atrofi nervi dhe ti nuk e gjen dot a do përfitojë mas operacionit apo përfiton. Dhe duhet të bësh shumë me takt shenjat që ky sy përfiton pamjen pas operacionit. Sadopak. Dhe për fat keq kishin bërë operacion synin që ishte me vizës me pamje zero. Nga kjo ajo ishte deprimuar, pastaj edhe unë së bëj tjetër. Dhe kishte 6-7 vjet që se kishte bërë synin tjetër operacion. Një operacion i thjesht, në rutinë tek ne, që e bën çdo koleg, çdo dhe mik të ri. Dhe vjen tek ne i them unë do të bësh këtë se kishte percepcion drite. Ti s'ke shumë bet. Tash është problemi që janë disa indikacione absolute që duhet të imponosh smurit. Unë nuk e merr vendimin i smurit, dhe marr mjeku. Dhe unë imponova, po nga fshatat e Prishtinës afër, po që tash nuk humbej gjë dhe nuk e dhimbje që operacionit as 5 minuta punë. Dhe bëj operacion, unë zakonisht përdor dhe oftalmoskopinë direkt në sallë, mas operacionit për pasi është nervi si është marrë. Dhe për fat mirë ai sy ishte fantastik. E bëju në operacion, e mbyll synin edhe ikën. I them dhe hapish nesrit edhe do bësh mikimet. Duke shkuar rrugës, unë e dija që të shifte, sigurt, sepse pash atë ndalon në rrugës që shkon për në Kukës, janë ato lokalet që janë. Lokalet po që kanë këto të naftës, ke kastrati. Edhe aty ja hap pa fjalë të mjekut, ja hap syrin nipi që ishte me të, ishte djali vet, çuni djalit edhe nusja e djalit. Dhe i bëj një video aty duke, edhe unë kam video atë, edhe ishte një gzim i papërshkruar me çon djali. A shef, po, a më shef bukur, a ke bërë si shu dhe shifte herë e parë të u çudit. Bëri diçka shumë normale, diçka shumë të vogël. Që mund ta bëjë kushdo. Po thjesht imponimi dhe më gjëra të vogla nga një bën gjëra të mëdha. Dhe ai është shumë i lumtur. Në lidhje me këtë, po një rast tjetër qytetar nga Prishtina, e kishin bërë operacion për katarakt, por katarakt hipermatura dhe këto zbohen me fakonosifikim. Gjatë operacionit plaga hapet shumë, 14 mm. Po të hapet plaga shumë, ndodh një hipotension i menjëhershëm midis koroidës dhe hapësisë intrabulbare, se ulet presioni. Dhe ju bën një shkolitje koroidale hemorragjike. Është menjëhershme me dhimbje shumë të fortë. Në atë moment doktori tenton ta mbyll plagën, por shumë vështirë të mbyllësh plagën dhe e qep me satura shumë të mëdha, 6-0, dhe me një dhimbje të tmerrshme të smurit. Dhe se e bën këtë dhe mrapa i thotë që syri ka humbur dhe nuk bëhet si sy. Kështu, i prerë, dhe ato e kishin pranuar. Po qytetar, kur them qytetar, jo pse rin në qytet. Në qytetar me një djalë, në koncept, 28 vjeç. Edhe
Këto i kishin haruar, dhe me thonë, me mikime, me gjëra, dhe vjen 14 ditë më vonë te klinika, dhe e shikën, shkollitje koroidale masive, synia fak, sepse kishte heq kristalinën, nuk kishte arritur do të bëjë lendën. Retina ishte afër me kornen, ngjitur me kornen, retina sipër me kornen, dhe gjithë pjesa poshtë retinës e mbushur me hemoragji. Por hemorragjia 14 ditë do të thotë që ka filluar koagulim. Koagulim, po. Këto janë raste që ndodhin në hemorragjitë pistolizante. Rrjedh syni më shumë se ç'duhet, edhe ti fillon shkollitje koroidale, që mund të jetë eksudative ose hemorragjike. Ndërhyja me njëhershme është shumë e lehtë dhe jep shumë rezultat. Shëroci. Dhe vjen dhe e shoh, më thonë ka shumë vonë, kjo rregullonte. Pa dëgjuar se si. Jo, thënë, ka thonë rregullohet. Tash ti do të mbrosh kolegët sepse po pa dëmtuar as punë. Unë mund të bëj diçka, i them, por nuk t'ja do të shpreh sepse është shumë vonë. Edhe fakt është një rast jashtë protokollit ndërkombëtar. Unë futem me një specializante, ka një specializante nga Vlora, që punonte me mua vazhdimisht, deri në 10 darkës pafund, me thonë me gjithë klinikën. Dhe ne i fusim presion intraokular, irigim nga aparati i fakusimit me 80 intrapulbar, duke futur dhe viskoelastik për tulë retinën poshtë. Ndërkohë nga ana e sklerës ne hapim dhe bëshim irigim të koagulave me shiring që tulish presionin subskeral. 1 orë e 45 minuta, 1 orë, 2 orë, dhe më nuk e di, por një lodhje e tmerrshme, por shumë këmbgurse se s'kishin shumë masi. Nuk ka kënaqësi më të madhe. Thonë gjithë që shtova një jetë, bëra një jetë, por nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të jesh në kirurgji syve, i retinës. Shqipse. Nga fundi i operacionit, është errësirë totale. Është sigur të futesh me një hapësirë vrim nxehtë. Fillon e vjen refleksi nga papila e nervit optik anash. Sikur dielli sa ka filluar të nxjerrë rrezet. Jo e bëj dhe pak më gjatë, lehtë sklera e hapur, dhe me presion intraokular të lartë dhe pa presion atë plagë të vogël që u hap sipër, u qep që mos ketë rrjedhje. I smuri gradualisht hemorragjia e mbetur reziduale absorbohet gradualisht dhe ndërkohë rifiton presionin sepse vetë korpusi ciliar prodhon lëngujor. Dhe betohem që ka ardhur mas 1 muaj, ky refleks ishte më i madh, po kapte po ja ofronte makrës. 2 muaj kontrollet dhe mas 6 muajsh ky pacient ka parë 30% pamjes mes syze, sepse nuk mund të ndosësh lente. 30%. Dhe bëshësia më e madhe imja ishte që në 2 aspekte, por ti mush mendin që mund të bëjmë diçka, se su fuste nga frika e dhimbjeve i smuri. I smuri në operacion nuk do të ketë dhimbje. Në moment që ka dhimbje nuk mund të ndoroj. Ti bësh anestezie retropulbare ose gjenerale. Bëhet një anestezie lehtë, pa komplikacione, pa asgjë. Dhe bëshësia e dytë është që u po shkoj në konferencë të nesërmen që ishte bërë operacion, nga klinika të Pespetkaçi, që është Hotel Tiranë, më merr një doktori në telefon, më njohin gjithë mjekët. E thot, aman, profesor, thot, mos i thoj gjë, mos i bëj gjë të smurit, sepse unë ke munduar të bëj ç'është mund. Ti ke bërë gjitha brenda protokollit, gjithashtu përveç asaj që ti ke thonë s'bëhet, nuk e sy dhe vonesë. Unë nuk di të them smurit, sepse nuk është e nevojshme. Se ai s'pun përfitoj. Pa ama të dish që kjo është një mesazh për vazhdimsinë. Nuk mund vendosësh, a do fitoj smuri pas operacionit apo s'do përfitoj. Ti vendos vetëm nëse ti nuk ka percepcion drite. Nëse ka percepcion drite, ti nuk mund të thuash që s'profiton, sepse i pret shpresën të smurit. Këto raste janë të pafundme. Absolutisht. Pafundme. Në Covid për shembull, unë nuk di sa mund të tregoj, po. Me këtej ka qenë një djalë ke 22 vjeç. I kishte bërë një traumë, trup të huaj. Tash është e turshme, të futesh 3 herë, të heqësh trupin e huaj e hoqa, të bësh grafi prapa dhe prapa është trupi i huaj. Në sy. Po flasim për trup të huaj në retinë dhe intraskleral, mund që janë të thella. Me çfarë kishte dëmtuar? Trupi i huaj magnetik intrabulbar quhet. Okay. Për shembull, nëse ti vetëm nga anamneza e kupton, po. Patjetër që duhet dhe radiologjia gjëra. Nëse ti me çekiç godet një dalt ose me dalt i bie me sopat nga ana e kundërt për të ndarë drurin. Për të ndarë, po, një objekt. Nga çekiç e shputi gjithmonë një copë shumë e vogël që është nxehtë dhe përton. Sa do e vogël copa, ajo e shpon tepër dhe ngel në sy. Ka raste që shkon tepër kalon dhe retropulbar. Shef radiologjin. Nuk hiqen trupet e huaj siç kemi pasur përpara. Me magnet dorë ose magnet magnetik të madh që thotë çat të heqet ta nxjerrë jashtë. Jo, ti duhet të përcaktosh vendin dhe të futesh vitë retinë dhe heqish gjakun.
dhe përcaktohesh me forceps magnetik të hollë, janë 23 gauge, po dhe kap, dhe gjithë zonën e rrethon, dhe ky smur përfiton. Pafund. Është një operacion normal në gjithë botën. Ne e quajmë pa le sigur çfarë është. Por ky smur kishte veçantinë që ne e heqim trupin e huaj, për heqet mas janë 10 ditësh, kishte marrë endoftalmit, dhe ky ishte me Covid. Dhe duke llogaritur edhe në atë kohë se me temperaturë shumë të lartë dhe se mirë kush përsipër. Dhe me Covid e kemi marrë përsipër. Dhe është në Gjermani tani. Unë nuk e di se sa vetë mbien, po dhe ky në çdo rast me mesazhe për çdo lloj feste, për çdo gjë, është pafund. Pafund. Doktor, meqense më hapët një temë të tillë, cili ka qenë rasti, le ta quajmë i çuditshëm te këto dëmtimet e jashtme të syrit që ju jeni përballur në diferenca ndryshme moshash, se gjithmonë ka aksidente të cilat ndonjëherë janë dhe fatale, por ndoshta rasti më i çuditshëm që mund të ndani me ne. Çudia ka pafund, doktor Gjendjani, po. Para 2 vjetësh ka qenë një marangos që bënte kështu me dru 2 e kështu gjëra, që boshin, edhe ky ishte patrioti im nga Dibra. Ky kishte çar qendër zonën paracentrale, i themi ne, një çare shumë e vogël e kones. Shumë çare e vogël. Dhe ishte qep në qesuta. Qep. Me 2 sutura. Dhe në buzët e plagës kishte një fibroz të lehtë. Një band fibrine, e cila e kishte bërë si valvulë atë. Sa urit të tensioni intraokular, që ka aftësi syri që të marrë një tension normal, prodhohet dhe eliminohet, u hapte ajo dhe shkote syri në hipotension. Unë kam thënë gjithmonë që do të jesh shumë i vërtet për smurin, sepse ky smur që ti shef sot, edhe operon sot, ky smur hip avionin dhe shkon kudo. Dhe ti nuk ke shans që, edhe sigur të mos jesh njerëzor, ti të paktën këtë du ta dish. Kishte shkuar në shumë klinika private, për fat keq. E rregullojmë gjithë, kishin thonë. Bën kaq, po kaq shumë lek, dhe me thonë, nuk e përpallon dot, ti kesh edhe 2 rroga të mira në shtëpi, është shumë e vështirë. Ndërkohë që nëse është një operacion me trup të huaj në fundin e syrit me komplikacione gjëra, dakor, se ti do shpenzoj shumë dhe do të paguash ato. Po do fitosh për syrin. Por diçka të vogël, për 2 minuta kirurgji, ti thuash durën kaq shumë shpenzime, është mashtrim. Patjetër. Dhe hajduti është më i ndershëm ai që të vjet në xhep, sesa ai që të vjet besimin, se ti je me bluzbar dhe nëse ti me bluzbar i imponosh smurin që bën kaq, ndërkohë që gjëja nuk është kaq. Ajo e çudia ishte më e madhe se vinë me 16-17 vetëm te klinika. Dhe tash më thoshin, "Unë kemi shku këtu e merr përsipër, se merr përsipër me një imponim shumë të fortë. Kishte të çuna kështu 20 vjeç, 22 vjeç." Se shifsha unë, u dukte gjë e vogël. Po s'kam një gjë, shife mirë, më thonim. E shifsha mirë, shifsha retinën, po, seriozisht, ka qenë kështu. Thash, po s'kam gjë, nuk ka prek, vetëm karnen ka prek, ka një ledhi, është qep shumë mirë, po du të hesh diçka tjetër, të shërngohet pak të shumë sotura. Por ne na ka kërku kaq, nuk e kemi lënë për këtë, po tha, jo më që na ka kërku kaq lek, po s'ta kanë dhënë siguri. Mjeku zakonisht nuk jep siguri në kuptimin se do vesh firmën ti. Një piloti nuk i thua më çon gjallë në Milano, në Bologna, sepse si thotë do të zbret nga avioni apo jo. Patjetër. Sa unë nuk po shoh gjë, por vetëm këtë ka. Dibran po kështu. Po i them unë atij, po tash ky blaku ishte i smuri. I them vëllezërve tash, çse do në ndërmend me bëjnë, po nuk është ndonjë gjë për se çfarë. Tash unë nuk mund të jap sigurinë e Zotit, sa Zoti më ka dhënë ty të bëj doktor çfarë duash. Thash tash ju mund të bëni çfarë do mrapa, thash po. Edhe unë bëj thash, se edhe unë prezoni studia, me të ngrohtë me kështu, futet në sallë. Pas 3-4 minuta është ajo. Bëj një suturë të vazhdueshme, njëshe, sepse bëhet formë kryqe. Hoqa fibrinën, u shtrëngu shumë sutura, i smuri para operacionit shifte. Kjo pra ishte suturat e lira, vetëm kornea e prekur nga ana jo centrale, shifte goxha mirë. Po i rritha ajo, ule tensioni, u tremshin, vishin. Edhe e bëj operacion, e shtrëngoj shumë mirë, por kur shtrëngon mirë kornea që të mbyllet plaga, kjo na stigmatizëm shumë të madh. E rrusë kornea. Dhe ka një periudhë që se bërë edhe nga Afrika, thashun, mos më rrjedh më se kush mirët me to. Edhe kur i hapi nesër syja shifte më. Alarmant apo telefon, çaj ke bërë smurit, po çfarë ka? Nuk shef fare. A ka dhimi jo?
Është në rregull, i thash. Është në rregull, thash, do prisin tash. Pastaj i thola i pata ndorë mëse. Se suturat hiqin një muaj mrapa. Po një sutur që në vit ai shkonte, nuk shoh mirë, nuk shifte, normalisht nuk shifte. Do dorosh. Tash si më ju punot mu në klinikë private pa shpenzim. Këto janë raste që nuk do të bësh pazar, absolute. Është gjithmonë është. Mund të bësh punën e gjitha dhe pastaj. Po në këtë kisha vendosur që le ta bëj se s'harxova në gjë të madhe. Në momentin që ti shpenzon, nuk ke pse. Po. Një muaj sa mrapa një thjesht me soturën shkon kornea në vend, i erdhi pamja aty. Shumë të lumtur, po të kishin këto haruan dhe vishin tash me fare fis, u vizitonin pa lekë, bonin e gjë. Një dy herë, nëse vazhduan këto. Ky tash vjen ky plaku dhe një herë thotë, ku e ke shtëpinë thotë mu, vjen me gjithë vajzën. I thash, pse? Do vit pi një kafe. Jo tash. Kafen e pim jashtë. Jo, do vi, ne kemi kështu zakon. Zakonisht në shtëpi. Gjithë belat, tash mund bën miq me zorg. Edhe vjen aty, pin kafe, asgjë. Mirë pafshim, hajde, huma kohën dhe me to. Në Gjizhova. Kë kishte pa gjithë shtëpinë time. Në salonin e këtu. Mas 2 muajsh më kishte bën një kundërbufe me druare. Pa i thon fare. Edhe vetëm kishte pru aty me gjithë sallarët edhe o zot, e kishin. Do thon, atë që ke bërë ti, që më ke heq frikën. Edhe më solli pamja, tha. Në fakt unë bëra diçka shumë vogël. Shumë e vogël. Po thjesht një. Dhe kjo është rasti i çuditshëm sepse absolutisht, po është interesante mënyra se si gjejnë pacientët për të falendëruar, sepse duhet marr konsiderat edhe diferencat krajinore, mendimet, mosha, çdo gjë tjetër që pastaj përkthehet në sa duan të falenderojnë për punën që bën. Nuk ka kënaqësi më të madhe ti kudo që shkon të njohin, kudo që shkon, në çdo lloj restoranti, në çdo lloj vendi që shkon, le të njohin, të flasin, të bojnë. Nganjëherë bën sikur i njeh gjithë, por nuk i njeh normalisht, vetëm u flet. Më thon po, i moment rasim ke shpëtuar fëmijën. Është për fëmia, është për baba, gjyshi, edhe që 20 vjet, 30 vjet, e kupton dhe sa vjet që jeti, më thon, o pafund. Doktor, do doja të të pyesja edhe një sferë tërësisht tjetër në fakt. Sigurisht si çdo mjek keni momentet tuaja të ngarkesës, momentet tuaja të vështira. A keni një telefon të parë që bëni sa herë mërziteni, sa herë ngarkoheni? Unë telefonin e parë që kam bërë bëja gjithmonë me babain, po më ka lënë tash është 92 vjeç. Tash i marr me nënën, po. Zakonisht nuk para shprehem dhe nuk para e marr për mërenda, nuk flas as për familjen as me këto, jam e suportoj. Nuk e shfaq asnjëherë mërzitje dhe këto që kam në punën time, nuk e ngatroj punën me familjarët asnjë. As me të smurët. Po, a ka ndonjë moment për shembull që meqense më thatë për lidhjen me babain, a ka ndonjë fjalë të urtë, ndonjë këshill, diçka që të bash shoqëron jetë nga nëna ose nga babai në punën tënde të përditshme? Këshillin që kam pas më shumë ka qenë që në qoftë se do ju futet kësaj pune që ke nisur, telefonin nuk do ta mbyllish asnjëherë në mënyrë absolute. Dhe telefoni im nuk mbyllet, edhe me pushime. Po sigurisht nuk mbyllet. Në telefoni im është pa kod. Jo se zi me vën kod. E përdorin me specializant, me infermiere, me mjek, pafund për çdo gjë, për çdo gjë. Telefoni im është gjatë një muaji pushime që bëj ngushtë, që kam taksative. Në çdo moment, në mes të bukës unë hap. Absolut. Në shumicën e rasteve janë telefonata kod, kur të marrin mes të bukës, për shembull të marrin të dielën në orën 7 të mëngjesit. A dhe jesh punë të hënën. E kupton, nuk do jesh në orë, do të kaq, është një moshë e vjetër. Ose të merr telefon, thotë më kush jeti? E kupton, ne i them unë jam filani. Jo, ti më morën telefon, nuk mund t'i thosh një plagur, ti më morën telefon. Po, unë jam, nuk kishin e problem, o shishi që të kapa, e s'ka desh mirën tim, po kur mund të vjetë bëj, i jepi një përgjigje dhe më maronet, po telefoni nuk. Unë kam parë rastet shumë profesionet tjera që i mbyllin, që kemi fare fisë, që i mbyllin telefonin kohën e gjumit natën në mënyrë absolute në mënyrë. Edhe ka qenë shumë i vlefshëm. Së një të telefonat ndarë, kështë mund të shpëtojsh edhe jetë njeriu. Po në raport me shoqërinë, ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, çfarë është ajo që të trishton më së shumti? Ndoshta ke vlerat njerëzore, ndoshta edhe ke shoqëria në tërësi. Njerëzit për fat keq janë po shohin vetëm punën vetjake personale.
dhe nuk njihen me komshit, nuk njihen me shoqërinë, nuk si do mbyllen vetë. Po në fakt dojmë me i mathesh i vetë personit. Mjeku, si çdo njëri tjetër, ka dhe familjen, ka dhe vendin ku e ka familjen, shtëpinë. Dhe nëse ti nuk ke komunikim me administratorin, me komshit, nuk u shkon për të mira, për të këqija, nuk ti por çfarë jeton, vetëm për të shkuar në punë dhe për të ardhur në shtëpi. Unë kam një marrëdhënie shumë të mirë, normalisht me gjithë komshit, dhe këtu komshit nuk përfshihen ato që janë me nivel të lartë. Po punëtor, pa punë, qërin. Unë gjej një kohë, një 10 minutë ose një 15 minutë në darkë që mund të rri me ta. Secili ka vend në jetën tënde. Po, dhe jam shumë i lumtur sepse ndjehem shumë i respektuar edhe i barabartë me to. Ka një zbeje të këtyre vlerave? Shumë zbeje. Unë ndër ato që nëse ndodh diçka fatkeqësi, edhe një infermieri, edhe një sanitari, unë jam i pranishëm. Të shkoj, të respektoj personin që është pjesë e punës. Absolut. Du të shkojsh patjetër sepse aty njeh njerëz. Ore, zgjerasia nuk bëhet me shkollë, zgjerasia të jep tjetër kusht, të jep Zoti dhe ti e profesionon në familje dhe në shoqëri. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe nëse ti nuk respekton këto, shkuën për të mira, për të këqija, për smundje, për vdekje, për lindje, për fejesa, për martesa, po kjo është jeta. Si çfarë do marrim me veten? Po në raport me kolegët, si reagon kur dikush për shembull është treguar absolutisht mosmirnjohës në raport me ty? Pra se ne jetojmë në një shoqëri ku mosmirnjohja është kthyer në vlerë, jo në antivlerë, domethënë është kthyer në krah të kundërt. Unë nuk më bën përshtypje pastaj sepse është e përhershme kjo. Ai ndodh kështu, doktor. Ti merr specializantët, se specializantët janë të gjithëve, po ti ke edhe dhomën tënde të veçantë dhe ke disa specializantë 4-5 që kërkojnë të punojnë me ty dhe ti u mëson kirurgjinë e gjitha. Dhe është fiziologjike që me ardhjen e mbarimit të specializimit, sepse kur vjen fillim ti duket sikur ke mësuar gjithçka, di gjithçka. Kur fillon e mëson, pastaj duket sikur nuk di kurrë, se sa më shumë dish duket që je bosh. Absolut. Dhe mësojnë këto kirurgjit, fakomistifikimi që ka si qëllim kryesor ato, që fakomistifikimi nuk është oftalmologjia. Është thjesht një metodë të heqjes perdës, se ka pafundësisht metoda, se si heqet një kristalin. Po vjen një moment që këto si mjekësia që vjen viti 6 që thonë ose dikur gjë tash. Edhe këto shprehjen të pak kënaqësi të shesin, të flasin, bëjnë. Kjo është një periudhë 5 vjeçare mbrapa dhe pastaj po këto mjek rikthehen, se e kanë kuptuar, rikthehen dhe nuk më përshtypje. Sepse do të jesh i barabartë me të gjithë. Domethënë, jo të gjithë do të marrojnë kirurgjinë mirë. Në mënyrë absolute. Dhe nëse do të jesh mentor i mirë, do t'i thush ti doktor, ti doktoresh nuk je për këtë punë. Ti duhet të bësh oftalmologjinë klinike. Këto e fushë. Po patjetër, sepse ndihmon atë. Po. Juve keni dorë për kirurgji dhe do të bësh kirurgjinë. Këto i ndihmon shumë. Dhe ti ve në një linjë barabartë, u jep mundësi të gjithëve barabartë, jo të gjithë arrin. Një pjesë arrin, një pjesë nuk arrin dot. Cili është opinioni, ne folëm në fillim bashkë për studentët në atë kohë kur nuk kishte materiale, nuk kishte mundësi dhe ishin të etur për të lexuar. Cili është opinioni që keni për studentët tanë sot? Pra jemi në një situatë ku studentët kanë më pak interes për të lexuar, për të ulur, për të formuar, apo prap edhe këtu ka diskutim si çështje? Unë mendoj që e përgjithshmja është që studentët nuk kanë interes. E përgjithshmja është që më vjen keq që Fakulteti i Mjekësisë është i zgjedhur edhe vi studentë më të mirë, i shef kafet rreth i qark që sotës plot me studentë. Plot. Si ku e gjin atë kohë. Kjo është një e parë. E dyta është përdorimi i zgjatur i telefonit. Dhe më e keq është telefoni është shumë i vlefshëm. Por telefonin ta përdorish për punën që ka ardhur. Ti e përdor për gjithë rrjetet sociale. Unë vazhdimisht bëj të njëjtën këshill me specializantët çdo brezi. Nëse ti nuk ke mundësi të lexosh në moment se ti s'mund të shkosh në shtëpi të lexosh një rast. Ju do të hapish telefonin direkt të kërkosh këtë lloj sfundi. Po ta përdorish telefonin për qëllime profesionale, është shumë i vlefshëm. Por nëse ti rri 2 deri në 10 orë në ditë në telefon,
vetëm në Facebook, në Instagram, kur është e tjetra në TikTok, se unë nuk e di gjitha, është e tmerrshme. Se është si një bigjos që ta merr komplet kohë, mendjen dhe dëmton vetë. Dëmton vetë. Nuk të lën të mendosh, të gjykosh. Doktor, në punën tuaj jeni hasur, ju treguat një larmi rastesh dhe jam i bindur që janë të pakta në raport me punën e madhe që bëhet. Jeni hasur me raste ku ka dalë për te jush situata dhe nuk e di në raste të tilla i drejtoheni Zotit për zgjidhje apo jeni person që besoni vetëm në aftësitë tuaja për ta zgjidhur një situatë? Dhe këtë që ndonjëherë keq kuptohet, Zotit duhet i lutesh përpara se të bësh një bismillah, sipas fesë që ke, dhe sigurisë patjetër, përpara. Mas operacionit nuk ka të lutesh Zotit. Çdo gjë që të bëhet aty. Dhe nuk do të dajsh pa e rregulluar kirurgjin. Nëse të del. Është shumë e rëndësishme para përgatitja. Ky pacient përfiton, s'përfiton. Kërkon kirurgji, s'kërkon kirurgji. Edhe nëse ti e dërgon jashtë, duhet të jesh i bindur që ky i smur edhe jashtë nuk përfiton, sepse shkurja jashtë mund të bie në mjek jo të sinqert, dhe ti shpenzon kaq shumë dhe kush u bë se ti e dërgove. Edhe vjen me pamje zero. Mjeku nuk do të jetë vetëm thjesht kirurgjia. Mjeku duhet të komunikojë edhe me farmacistët. Mjeku duhet të komunikojë edhe me smuret mas operacionit. Çfarë ilaçi të ka dhënë? Po ato që më the ti, jo, nuk janë ato që them, më jep me foto. Po. Sepse kam bërë gabime të pafashme te farmacistët. Për shembull, rasti i fundit ishte një djalë që kishte qenë kin dhe ishin dhënë ilaç dhëmësh për syrin për garantit. U hoq syrin aty. Grop. I imagjino sa ka paguar ai për të bërë një protezë për gjëra. Ma për çfarë? Në disa raste pa kujdesshëm. E kuptoj. Në rregull, po a ka një gjë që të frikson ose të tremb, një gjë në jetë që nuk ti kur e mendon thua, okay, siç mund të jetë fundi i kësaj jete, siç mund të jetë një moment i vështirë, ka një gjë që tremb doktorin, profesor Aliun? Unë më tremb më shumë ana sociale të smurve. Ne kemi pafund pacient diabetik, edhe në faza të rënda. Është një kulturë shëndetësore okulare, që unë jam shumë i lodhur ta përfundoj vetën. Si jo gjithë vinë tek unë, nuk kupton. Dhe këto harrojnë që diabeti është smundje e pashërueshme, por do të jetë stabilizuese. Ato vijnë, vizitojnë një herë dhe nuk të vijnë më pas. Vijnë mas një viti, mas 2 vite kur është i verbër. Dhe kohë që ti imponohesh, nuk është e thonë që do të shpenzojsh. Pse ti vjen një vizitë një 3-4 muaj, ku ke retinopati diabetike proliferative me risk të lartë. E mban në ndjekje. Për hemoragji. Ato vinë dhe llafi i parë që të thonë nuk kemi lek. Llafi i parë që të thonë nuk kemi bukë me ngranë. E kupton, bën se ti je i zoti i shtëpisë ose je kryetari i komunës ose kryetari i bashkisë. Të përfshin në një nivel që po shumë e vështirë ti sqarosh. Edhe është shumë e vështirë ti bindesh. Pavarësisht sepse është bërë diçka me këto injeksione intravitreale dhe është bërë një revolucion shumë i madh, po janë të pamjaftueshme. Por që kanë ndikuar tmerrsisht për mirë në këtë smur. Por kultura shëndetësore okulare nuk është e shpërndarë në gjithë zonat, në gjithë llojin e pacientëve. Se ka pacientë që janë shumë të interesuar, ka pacientë që s'duan të ditë fare. Mu më trishton shumë moshat e reja me diabet. Me diabet edhe që kontrolli i diabetit është më i vështirë te këto dhe për shkak të rritjes, për shkak të hormoneve. Një kontroll i dobët, të cilët bëjnë një komplikacione shumë të vështira në sy. So, imagjino të verbohet një i ri, nuk të verbohet një i vjetër. Sigurisht. Dhe do të jenë nën kujdes. Me këto unë lodhja më e madhe është komunikimi. Gjithmonë i kushtoj një 5 minuta kohë përpara edhe personit që kanë përballë edhe familjarët. Ju keni për detyrë kontrollin e diabetit dhe kontrollin e syve. Pavarësisht ka nevojë, s'ka nevojë për ndërhyrje, ju thjesht do të vini në kontroll. Kjo gjë duhet bërë. Po në momentin që vini në kontroll, mbaron. Doktor, cili është qëllimi kryesor që i keni vendosur vetes tuaj në jetë? Unë kam realizuar qëllimin që i kam vendosur vetes, edhe tash vetëm profesion. Qëllimi im ka qenë të bëhem një kirurg i mirë, edhe një i mirë patjetër. Unë besoj që ja kam realizuar. Unë kam krijuar një paqe me veten. Kjo është shumë e rëndësishme. Paqe do të thotë që
të ndihesh i qetë në çdo lloj situate dhe të japish maksimumin e mundshëm. Dhe kënaqësia më e madhe është kur vjen shumë pacient nga gjithë anët e botës, edhe nga Amerika, nga Italia, Gjermania, Franca. Vjen edhe thonë, doktor thotë, i fundit ishte një vajzë, vjen vazhdimisht dhe mjekë që marrin, të thuaj, për pacientin në fjalë, direkt. Vjen një vajzë nga e operuar para 8 muajsh tek unë, studente, dhe një në rrugë kishte lyp, s'kishte pasë, s'kishte dhënë dhe kishte gjytë me një dru. Syja kishte luksacioni kristalinit. Luksacioni kristalinit, dhe ne kemi bërë gjithmonë të revolucion në këto lloj kirurgjie. Luksacioni kristalinit do thotë të heqish kristalinin nga vitrozi dhe të vendosësh një lende me fiksim skleral. E metodat e reja që kanë dalë, të tanishme dhe to, dhe ne i kemi perfeksionuar, i kemi modifikuar. Dhe këtë që po flasë unë i kemi majtur dhe në Milano në konferencën ndërkombëtare. Dhe ne bëjmë operacion me një hapje 2.4 mm, më pas sutur fare. Bësh një nukleacion, një kristalin të luksuar, ta heqish dhe nesër. Edhe është bërë operacion me vitrektomi, hatë kristalinin në parasplana me vitrektomi. Incizioni është në korne është 2.4, kurse në skler është 25 gauge, shumë i vogël, nuk vetë sot. Dhe ti implanton lende me fiksim, kësa i kishim vendos një lende me fiksim skleral me metodën Canabrava për të modifikuar, shumë modifikuar. Dhe thotë që lendja qepet më në sy, jo jashtë synit dhe futet, se do të hap plaga më shumë. Pa me kësaj kishte edhe minus, kishte edhe miope. Dhe me syrin tjetër, me syze shifte 10 djeta, të kuptohet. Me këtë pas syze sepse korrigjohet lendja, korrigjohet. 10 djeta dhe bëm një serklash pupile, rregullim pupile me qepi. Se kjo dhe një pupil midriatik. Për mua e zakonshme se kam disa vite që bëj. Dhe para 3-4 ditësh më duket, nuk e më mend fiks, më vjen mu bashkë me babain e këto, thotë doktor, thotë ne kemi një diçka për të thënë, thotë po nuk doja, por motra e vet që është në Zvicër, ma tha dhe vendin. Po, është një kështu nga ato që shkojnë turistët. S'ka problem. E thotë u vizitua atje. Po tash shumë i ka bërë sepse normalisht ti do të vizitohesh. Edhe unë tjetër do vizitohem, më shpëton. Thotë miku, a di çfarë tha? Ta kishë bërë këtu, tha, nuk të kishim bërë kaq mirë. Je në fakt që nuk ka mundësi të bëhet në Tiranë. Unë flas pa, të vërteta, absolut. Ndihesh mirë, po jo se bën në eufori, sepse ti ke bërë vazhdimisht. Rastet janë kaq shumë të pafundme dhe kaq të vështira. Mund të tregoj një rast që është fantastik. Me shumë vlejsi. Një nga Kamza, i burr, vjen tek unë para disa vitesh me shkolikë retine dhe i them, unë do të bësh operacion këtë. Sa i them çmimin? Qa thullëm, thamë dhe iku. Po, iku. Edhe unë haroj, po, se vjen tjerë. Kishte marrë në telefon djalin e vetë, ngrit në Athinë, i shonë, qa fletër, ku ka operacion ka i që këto? Shkon në Athinë dhe bën 5 herë më shtrenë. Këtë. Dhe i dështon operacion. Dhe nga të shtimi nuk vjen të kun, po shkon në Amerikë e goca. Kështë pas. Atje thotë më bëni një kineze. Amerikane, po. Sigurisht. Po. I dështon dhe asaj operacionin 3 herë. Po sa herë të dështojsh, shanset për të përfituar janë më dy. Ja vjen të kur me dhondrin me këto që ishte. A mamen mu më thonë dhe mu kështu ballë për ballë. Jo, e tash. Se masha me gjithmonë. Edhe truri është. Unë jam filani dhe po çka ke bë, ka bë këtë. Ku e shoh? Ama merr përsipër ti, më jep garancinë ta mu. Fjalia tipike. Aty fakt edhe unë shpërtheva. Ishte unë të qesh. Unë t'jap garanci ta bësh në Athinë, thashun, ta bësh në Amerikë, t'jap garanci në Tiranë, thashun, po as bot shans fare, po deshe bëj. Domethënë janë raste që i smuri kërkon disa çuditëra nga. Sigurisht. Po, edhe është. Doktor, unë të falenderoj për eksperiencën jashtëzakonshme që ke ndarë me ne, minutat ecin, kështu që si çdo fund emisioni ne kemi një traditë këndshme që duke qenë se vazhdimisht shpërndaj modele dhe sidomos për të rinjt, të profesionistëve si ju që kanë ndërtuar karrierën mbi të drejtën dhe mbi profesionalitetin, do doja që të jepni një mesazh drejtuar të rinjve në tërësi, të rinjve tanë në shkencat mjekësore pa diskutim, drejtuar të ardhmes së tyre si po themi fuqia kryesore e vendit tonë. Unë mendoj që të rinjtë e sotëm
të mos bëhen në kuptimin pre televizioneve, emisioneve televizive. Nga njëherë shumë të dëmshme, se po nxirret në pa e keqja në këto emisione. Më e rëndësishme është që unë them që të mirën sa më shumë me punë. Puna të mëson çdo gjë, puna të zhvillon, të bën të zgjuar, të bën të pasur. Nëse ti do mirësh me punë, gjithë gjërat tjera pija. Puna të shëron. Ke parti që shumica e trive në depresion janë të papunë. Puna nuk lejon që të kesh kohë të lirë të mirësh me drogra të ndryshme. Dhe kjo është më e rëndësishme. Puna është çelësi i gjithçkaje. Punë do të thotë edhe mos paguhesh, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të futesh. Këto ty dhe sot më duhet bën drejtora mi herë. Dhe kjo është gabimi më i madh. Nuk mund të bësh drejtor ti po punove punëtorin. Duke punuar vjen çdo gjë. Të kërkojmë vetë, nuk ke nevojë ti të pagush asnjë gjë. Nëse bësh jap duke punuar, të kërkon vetë drejtori si përmarrësi. Të tërheq nuk ka, se sot ka ardhur kohë tjetër. E keqja më e madhe që ne i bien shkurt edhe u bura në Gjermani, u bura nuk është kaq e thjeshtë. Shkon në Gjermani, un kam shumë mjek, infermier që kanë ikur të specializuar nga unë në kirurgji. Edhe shkojnë atje dhe i fusin direkt në kirurgji, në oftalmologji. Por nuk janë shumë të kënaqur. Mos disa vitesh vinë vazhdimisht shumë takojnë. Aty vinë të martuar me fëmijë, takojnë dhe kur thaj Amerika është edhe këtu, se ti punon. Po puna do të ketë rezultate. Në kuptimin jo thjesht punë, punojsh me kujdes. Të punojsh me kujdes, minimumi të mos dëmtosh, sidomos në kirurgji, të mos dëmtosh. Se shumica e dëbërberve që kemi pas të kohë përpara janë nga pagëdësia. Doktor, unë të falenderoj shumë. Të falenderoj për gjithçka, të falenderoj që ndave me ne pjesë të rëndësishme të karrierës tuaj, të eksperiencës tuaj dhe të falenderoj për kontributin që jep për qytetarët. Nuk kam ndonjë eksperiencë në mediat sociale e këtyre, po unë të falenderoj me gjithë mend që është hera e parë që unë nuk kam qenë nga ato që më kanë kërkuar vazhdimisht në televizion e gjëra, por nuk kam tentuar të shkoj edhe për shkak të kohës, edhe për shkak të pamundësisë që unë të jem, nuk jam shumë komunikues me mediat. Unë mendoj që kemi bërë një le të themi ndarje shumë të këndshme të eksperiencës tuaj që dohet me vlerë për gjithë të tjerët. Falenderoj shumë. Faleminderit. Duke ju falenderuar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në ora 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.